kemi pasur mbi 60.000 që kanë marrë naftë. Ndërkohë që ne dim shumë mirë që fuqia produse dhe bazat produse të mëdha ose të vogla nuk e kanë këtë lloj proporcioni. Pra nuk kanë 60.000 aktorë. Apo jo. Dhe në këtë sens ne nuk kemi faktikisht hequr mbështetjen për asnjë që ka nevojë edhe për naftë, por kemi hequr mundësinë që nafta të abuzohet dhe të përdoret për qëllime që nuk kanë lidhje me bujqësinë, sepse kjo është e vërteta. Ose kemi dalë në atë konkluzion edhe për një fakt tjetër, për shembull, që shumë njerëz që punojnë tokat e tjerëve kanë qenë të detyruar të marrin naftën dhe t'i japin të tjerëve, sepse është dhënë për sipërfaqja është në emrin e dikujt tjetër. Ai dikush tjetër ka një Mercedes në qytet edhe merr naftën nga ai që punon atje. Dhe e treta, nuk na ka rezultuar as që kjo formulë ka ndikuar në rritjen e parametrave të prodhimit dhe as ka për të rezultuar që dalja nga kjo formulë do të sjell rënje të prodhimit. Sepse ata cilët kanë prodhuar në toka të tjerëve dhe naftën ja kanë dhënë atyre të tjerëve, kanë vazhduar të rriten. Nuk është kjo që e rrit prodhimin. Dhe këto janë konkluzione nga praktika. Ne kemi qenë të detyruar që të provojmë